Në Unikut. Besoj që ka më shumë informacion për këtë. Kjo është pretendim serios. Alo? Zoti Kushi, Arben Ahmet, jam drejt për drejt nga adresa në Kanal 10. Besoj që nuk me ju pengoj fillimisht. Uno? Jam bashkë me panelistët, tu ishim duke e parë këtë listën e mbiemrave që po pretendoni që nuk janë nga Uniku. Si kanë përfundu në listë votuese këta, Zoti Kushi, si pas informacionet tuja? Po, si duket në organizimin e kryetarit komunës aktuale, Rëzdi Shehit dhe militantë partijak, këta kanë qenë pendeshëm për mundësinë e humbjes dhe kanë aranzhu si inxhinieringu, ndrimit të adresave, pa qenë banor asnjëherë, kur dihen kushtet sepse kërkon disa kriteri ligjore që jo vetëm që të ndrosh adresën, po duhet jetosh, duhet të kesh një vend banim dhe duhet të jesh rezident i qëndrueshëm përmes qëndrimit përmes dëshmive që qëndron, shpërndzon, pagun rrymen, pagun qiran, pagun këto. Sa është numri i personave që ju mendoni që janë regjistruar kështu? Dikun thuhet, sipas disa dëshmive, nga 298 deri në 340 persona. Që për një komunë si të ju është shumë numër i madh. Në 2 muajt e fundit dhe kjo është edhe mendimin e inspeksionit të qendrës së rregullimit dokumentacionit ku punon dhëndri dhe vajza e kryetarit të Rëzdi Shehut, pastaj edhe qendrës së regjistrimit civil këtu, zyrës së gjendjes civile në komunë ku punojnë militantët partijak, 3 militantë partijak aty, dhe krejt e organizuar dhe kjo do thotë ka qenë aranxuar dhe e orkestruar shumë mirë, do thotë që me të vërtetë është jo befasi, po është diçka është inkriminuese, ne do të vazhdojmë me rrugë ligjore, do të kem kërku që të kemi listat, emrat e secilit person, që nuk ka qenë kurrë banor i komunës Unikut, nuk ka qenë rezident, mirë po ka ndru vend banim vetëm për të votuar zgjedhjet e 12 tetorit. Tash kemi informacione që veç disa persona, cilët e kanë ndru vend banim dhe kanë votuar në Unik, tash po kërkojnë të që regjistrohen, do të ka shkojnë në komunat nga kanë ardhur, sepse janë tash dedishëm për veprën penale që e kanë bërë dhe që kanë shkaktu kaq probleme. Mirë, a keni arritur ta evidentoni që të njëjtit kanë votuar apo vetëm kanë figuruar në listën votuese? Jo, kanë votuar, ne do të kërkojmë listat ka KQZ, që të kemi, pastaj do të vazhdojmë me procedura, do të thotë me sigurimin e krejt prova për të bërë kallëzimin penal. Qartë. Sepse nuk mjafton vetëm që të jesh, po duhet të votosh dhe ato duhet të sigurojnë Komisionit Qendror zgjedhor, sepse janë në listat e votuesve ekzistojnë nënshkrimet për secilin që ka votuar.